Një mbrëmje e veçantë muzikore u zhvillua në ambientet e Qendrës për Kulturë në Ulqin. Orkestra Simfonike e Radio-Televizionit Shqiptar solli një koncert të paharrueshëm në drejtimin e dirigentit Gridi Kraja. Ngjarje organizuar nga Komuna e Ulqinit, Qendra për Kulturë dhe Organizata Turistike e Ulqinit dhe u prit me shumë interes nga publiku vendas e vizitorët. Në program u përfshin vepra me emra të mëdhenj të muzikës, si Çesk Zadeja, Dvořák dhe Bizet, të interpretuara me mjeshtëri nga muzicientët dhe sopranot Gjulie Pelingu Hoxha, Kristina Dragović, Maja Jaković dhe Egzona Salaj. Dirigenti Gridi Kraja për televizionin Teuta u shpreh emocionuar për mikpritjen dhe bashkëpunimin me artistët vendas. Po gjithmonë është kënaqësi të vish në Ulqin, nuk është hera e parë që vim, kemi ardhur herë tjera, me orkestrën gjithmonë bashkëpunimi ka qenë shumë i frytshëm dhe shumë i këndshëm, edhe publiku ka qenë shumë i mirë dhe komuna ka qenë shumë bashkëpunuese dhe gjithmonë gjithçka ka shkuar shumë mirë, ne kemi ikur shumë të kënaqur nga këtu. Me çfarë do të paraqiteni sonte dhe sa ka qenë lehtë që të bëhet ky bashkëpunimi edhe me solistët tona nga Ulqini? Po, është dashur që solistët vinë një herë në Tiranë, bëjmë ca prova atje, veprat janë të ndryshme nga ato shqiptare dhe tuaja, kemi vepra nga Carmen Bizet, Strauss, kemi Margjello, vepra shqiptare nga ekstrakte nga Skënderbeu. Pra, është programi shumë interesant. Dy solistët tona mund të them që kanë një karrierë të filluar në Shqipëri, edhe të vijë ky bashkëpunimi konstant le të themi në vazhdimsi, si është për ndoshta për. Është patjetër është shumë mirë, sidomos kur takohemi në një vend tjetër edhe bashkëpunojmë kaq frytshëm, është shumë bukur. Sonte, le të themi, një skenë ndoshta jo edhe aq gjigante ndoshta sa janë ato të Shqipërisë, por në një skenë të vogël, a është lehtë që të sillet çdo gjë? Ne ndihemi shumë mirë në këtë skenë dhe stafi këtu na ka pritur shumë mirë dhe na janë përgjigjur për gjitha kërkesat edhe çdo gjë është shumë okay, shumë rregull. Ndërsa sopranoja Gjulie Pelingu Hoxha tha se ishte një nder të interpretojë në qytetin e saj për krah një orkestre të tillë prestigjioze. Është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë që të performosh me orkestrën e Radio-Televizionit Shqiptar. Nuk është hera e parë që performoj me to, por është hera e parë me dirigentin Gridi Kraja.
Dhe pavarësisht çdo herë që performohet me një orkestër kaq të madhe, me një numër kaq të madh instrumentistësh, është me të vërtetë një kënaqësi dhe një emocion shumë i veçantë të punosh, të interpretosh me profesionistë kaq të mirë. Dhe me të vërtetë jam shumë e gëzuar që më në fund arritëm që ta sillnim prap orkestrën këtu në Ulqin, jo vetëm për faktin të interpretimit tanë, sepse ne do kemi mundësi që të interpretojmë edhe në vendet e tjera, por edhe për qytetarët tu, për fëmijët tanë që të shohin informacione më të mëdhenj, që ta dëgjojnë se edhe më mirë, me si dëgjohet çdo instrument, edhe këngëtari se si dëgjohet me orkestrën, dirigjenti etj. Domethënë i bën mirë çdo lloj moshe, edhe patjetër që të kënaqen sa më tepër me muzikën e larmishëm që e kemi përzgjedhur. Është një gërshëtim i bukur le të themi me solistëve nga Ulqini dhe orkestrës nga Shqipëria. Ju arrit që le të themi të punohet, të bëhen provat që të vijë sonte. A di si provat me të vërtetë janë bërë shumë të pakta. Ne shoqër jemi solista boll, domethënë që ta bëjmë koncertin edhe vetë, edhe pse jo mos t'i mbledhim gjithë edhe të performojmë gjithë me orkestrën. Prova kishim vetëm një provë, them të drejtën, por që i kishim edhe tashi para koncertit, por besoj që do jetë mirë, siç thash, kur bëhet me profesionist, atëherë merremi vesh me një herë dhe nuk është që është një farë problemi i madh edhe një farë ka ndonjë pengesë. Çfarë do na sillësh sonte? Sonte do këndoj një arje të huaj, për dallim prej edhe herëve tjera ose herëve të shumta që këndoj pjesë shqiptare, do jetë Rusalka nga Dvoshak. Faleminderit. Ky koncert është një shembull i bukur i bashkëpunimit kulturor ndërmjet Shqipërisë dhe Ulqinit, duke sjellë më pranë për të gjithë artin dhe vlerat e përbashkëta.